jap një shembull që nuk e kam thënë ndonjëherë. Erdhi president Rugova, i bëra pritje me Kofi Annan. Ishte një moment krizën atë, vajti në New Jersey. Pas trazive 2004 nëse s'gaboj. Me gjitha tjera, edhe Kombet e Bashkuara mbanin një qëndrim. Nuk donte ta priste. Ndërhyra me ish presidentin e Slovenisë, Danilo Turk, ishte numri 2, edhe i thash duhet ta bësh për Kosovën. Kjo s'ka rëndësi, më falenderoj, bile kam edhe një mirënjohje nga presidenti i lavdishëm, pa i bërë asnjë gjë, kur përfaqin e për tjerët, do me thënë, shumë tepër. I bëm deri që mora ambasadorin rus, pranonte de facto, thaqin pa e njohur tjerët, në takimin me gjithë antarët e Këshillit të Sigurimit. Dhe kur erdha këtu, nuk më foli Thaçi. Ishim Sarand, nuk më foli. Dhe kur të tjerë ndërmjetësuan çfarë kemë ti me ambasadorin se ku ka bërë namin për UÇK-n dhe për të, tha vetëm që priti Rugovën. Ja, kjo ishte kultura. Po, i majt ka qenë edhe edhe ai ma. I majt antar e Partisë Popullore, vetëm ashtu thashë. Prandaj, këtu më tepër ka një moment që unë dua ta shikoj nga plani i jashtëm. Ju e njihni më mirë si zoti Peka dhe edhe juve situatën në Kosovë, po unë dua të them një gjë. Kjo situatë dhe kjo spirale që po futet kriza e Kosovës është me dëme shumë të mëdha. Për arsye se jetojmë në një situatë që e thash në fillim, që çdo gjë tjetër e mundshëm. Rusët që në atë kohë me Lavrovin thoshim ne do të kthehemi si fuqi e madhe botërore vetëm kur të ndërmjetësojmë si të barabartë me Europën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për ndarjen e Ballkanit në zona të reja influencës. Dhe ky është pikë synimi i tyre që vazhdon. Absolutisht. Dëgjova atë broadcastin me Alistair Campbell të Vučićit. Pash një gjë skandaloze. Një servil dhe vasal që Vučićit vetmin udhëheqës që përdori ishte emri Ramës. Si një njeri që e përkrate në gjithë iniciativat. Plus njerë që kishte çështje kontroversiale kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës për të fshehur programin e tyre që pse duhet edhe bën atë lëvizje me letër për të ndarë me atë, thjesht për të thënë që neve do të jemi veçantë dhe projekti ynë nuk është Europa. Tjetër se thot, na pranoni në Europë se Amerika po merr pjesë nga influenca europiane dhe sidomos nga Europa lindore. Pra, në këtë kuptim unë them që çështja e Kosovës shumë shpejt nga situatat kritike të momentit mund të rikthehet në Kombet e Bashkuara të riaktivizohet 1244. Në qoftë se ata nuk prodhojnë dot një qeverisje të qëndrueshme, atëre do të ngrihen pretendimet që pse mos rritet roli siç kemi UNMIK-un, siç kemi KFOR-in, të rrisim edhe rolin e UNMIK-ut dhe forcave europiane. Do ta kërkojnë në fillim si një kompromis sepse është nga pamundësia e tyre për të krijuar shtet. Domethënë, bijem në atë të gjithë propagandën që bën Serbia që thonë shqiptarët nuk kanë aftësi shtetformuese. Dhe ju keni bërë një padrejtësi. Kjo është çështje që mund ta themi, po ne nuk e pranojmë këtë gjë dhe nuk duhet ta pranojmë. Por duke përfunduar, dua të them diçka që është shumë e rrezikshme dhe pozicioni i Vučićit, që tha para 2 ditëve. Tha, kutia e Pandorës është hapur me Kosovën. Dhe pa u rregulluar kjo gjë, tha, mos kërkoni as Krimen, as Ukrainën, as të tjerat. Prandaj, domethënë, idetë e tyre nacionaliste nuk përfundojnë këtu. Tani, vetja gjë që unë mendoj që duhet ketë një unitet në Kosovë, dhe ky unitet të mos jetë ashtu siç e mendon edhe Albini, që unë vazhdoj me qeveri kujdestare, le të marrë institucionet e tjera, të marrë prokurori, të marrë dhe tjera të vazhdojnë për këto, kjo është një egoizëm i shfrenuar. Ashtu si dhe opozita, të mos kënaqet që mos i marret. Shiko, t'ja jap Enton se për ty e kisha. Enton, ka 2 momente. Ka një tezë që i ka dëmtuar më shumë se gjithçka shqiptarët nuk janë shtetformues, teza serbe, që faktikisht me këtë që po ndodh në Kosovë po i japim të drejtë, dhe ka një fakt
izolimin ndërkombëtar i shqiptarëve, që i ka dëmtuar gjithmonë shqiptarët, edhe këtë, duke qenë se po i heqim një presidente që ishte interlokutorja e vetë me Ballkanit të presidentit Trump për të vendosur dikë që s'ka punë në politikën jashtme, po prap po ja japim si mundësi serve. Tani për padijen, unë s'përdor termin ignorancë, për padijen. Një tezë, një fakt. Shqiptarët nuk janë shtetformues, pretendim serb.